Azijet nama nusës për vjerën, se është të ma shkatru jetën edhe më ka prish me burë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendë në hadithin e tij, keni frikë apo ruajuni nga duaja po nama, ati personi që i keni bo pa drejtësi, që i keni bo zullum, sepse mes duas ti edhe Allahu xhaleshanu nuk ka pengesë. Nuk ka pengesë. Prandaj, kushdo kuft që të ka bo zullum, edhe s'ki mundësi me marrë hakin të ndryshë veç duke bo dua të Allahu, pa dushim se Allah i përgjigje duas të ndë. Por, qatë këshillajon, me qene kujdeshme mos me tepru në asgja, sepse ka mundësi që ajo të ka bo kesh për shembull 30%. Ti ban dua edhe nema ato 200%. Me një farforme i te i kalën ato kufite normales, qka është ma mirë? S'po thëmë bani halal, jo. Thuj Allah, më shpërble për sprovën që e kam. E asaj këtheja që ashtu që është dente dhe që është duhet. Që është janë time po talon ty o Zot. Ty të umlon. Edhe në këtë formë me shpëton vetën, nuk i bën zullum pa qëllim, nuk e tepron me dua kundër saj. Allahu ka me adhanë se është i drejtë Zoti hakin asaj. Ty ka me të adhanë shpërblimin, edhe ka me të shpërbly dy fish për arsye se mes teje edhe asaj vjerës e kelon Allahun. Nuk e këshyr vetë me u hakmar, po e kelon Zotin gjykatës. E aja është gjykatësi më i drejtë pa i bo kërkuj zullum. Allahu i përmirësoft.